Bëjnë edhe shkolla gjatë këtyre 5 viteve. Një botë me dije dhe një huri. Një sirë në ushqil me edukat. Një zërë që të dëgjohemi. Një mundësi që të formohemi. Aventura të ndryshme. Shoqëri dhe argëtim. Momente të paharrueshme. Kulturë dhe vlera. Shkatësi dhe virtyte. Rrugën e suksesit. Emocione dhe zhvillim të empatisë. Për qetësi, për gatitje për jetë, shkatësi komunikative, mendim kritik, një shtëpi të dytë. Sot, falenderoj mësueset që na mësuan të lexojmë, shkruajmë, gjedhim dhe zbrisim. Për ju që na bë të kuptojmë bukurinë e dijes, fuqinë e mendimit pozitiv dhe dashurinë për të mësuarin që me asgjë nuk blihet. Fali jush ne gjetëm veten tonë. Mësuam se si të qëndrojmë për atë që është e drejtë. Na mësua të ndërrojmë e të arrijmë yjet. Na dha guximin që të ndjekim qëllimet tona. Faleminderit për të gjithë juve që na frymëzuat të fluturojmë më lart, por gjatë gjithë kohës ecët me ne pranë. Nëse flasim për dashurinë e pakusht, takojmë prindrit në zemër dhe në mendje. Udhëzimet dhe dashuria prindërve na kanë ndihmuar në rrugtimin tonë. Ju na mësuat të drejtën nga e gabuara, na keni qëndruar të fortë gjithmonë, ndoshta edhe kur jeni lodhur nga gjithçka. Në të qeshërën apo edhe në mes të lotëve, dashuria juaj nuk u zhduk kurrë. Ju jeni bushulla jonë. Ju paqim gjithmonë e ju bëfshim krenar për herë. Një duar tërhitje falenderuese për të gjithë ju prindër që do t'i duar për herë. Nëse flasim për sukseset tona këto 5 vite, nuk do të menduar gjatë se kush bëri që ky udhëtim të jetë kaq i mirë. Padyshim që jeni ju e dashur drejtoresh. Angazhimi juaj i pandalshëm ka bërë që shkolla të jetë një mjedis edukues, arsimor dhe mbi të gjitha me shumë pozitivitet. Ju nuk e keni vetëm punë udhëheqen, por pasion, e këtë e dëshmon pritja juaj që na bë çdo mëngjes në hyrjet e shkollës, e shumë qaste që ishit me ne në shumë organizime. Urojmë që të vazhdoni të edukoni nxënës të rinj e të përmuzani për të arritur dëshirat e tyre ashtu siç bëhet me ne. Faleminderit shumë. Nuk mund të mos përmend ndikimin pamatshëm që kanë gjyshërit në jetën tonë. Ju jeni burimi i shpresës dhe mençurisë. Ne nuk imagjinojmë jetën tonë pa praninë tuaj. Shpeshherë ju kemi parë në burin e shkollës, duke na pritur e na keni bartur çantat tona të rënda. Dashuria juaj na ka mbushur paqe. Kujtimi me ju janë të pak kushtëzuar. Dhe mezi presim të bëjmë edhe më shumë në të ardhmen. Faleminderit për çdo gjë. Për momentet më të bukura fajtorit quaj shokët dhe shoqet. Shoqëria ishte pjesa më e mirë e shkollës. Gjithmonë ishim të gatshëm për ide, lojra, shaka, ngacmime e të qeshura. Nga njëri tjetri ne mësuam vlerën e miqësisë, e mbështetjes, sinqeritetit dhe pranimit. Fal jush ditët shkollore u bën edhe më të bukura. Ndoshta ndonjëherë rrugët tona mund të jenë të ndara, por në jetën tona ne do ta ruajmë gjithmonë një vend për njëri tjetrin. Falenderimi i fundit për jo më rëndësishme shkon për zonat e pastrimit dhe stafi teknik, të cilët na ofruan gjithmonë një vend të pastër të përshtatshëm për mësim. Ju ndoshta ishit gjatë gjithë kohës në papaskena, por roli juaj është i rëndësishëm në shkollën tonë. Shkolla jonë shkëlqen nga puna juaj shumorëshe që bëni çdo ditë dhe duart tuaja magjike rregulloni çdo gjë që ne ndonjëherë pa dashje shkatërronim.
Mbasi ju na falenderu të gjithëve, pa përjashtu askën, pa harru askën, faleminderit shumë edhe një herë, që na keni arrit me mendu se cilin, qoftë prindrit, gjyshrit, qoftë stafin, drejtorin, mësusat, stafin teknik, të gjithë faleminderit. Në emër të shkollës, në emër të gjithë mësimdhënësve të shkollës fillore, dëshiroj së pari t'i falenderoj prindrit, ju prindër të dashur, për 5 vite bashkëpunim, për 5 vite besim, sepse t'ja besosh një institucioni fëmin tuaj, ka vlerë. E ne këtë jemi të vëdishëm edhe vlerësojmë shumë besimin tuaj. Jemi të kënaqur me arritjet e tyre të deri tanishme, e urojmë që të vazhdojnë na bëjnë krenar ne dhe juve. Paqen, shëndet e suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë për gjitha. Edhe ludet që të mbetet e freskë gjithmonë. Faleminderit, jo asnjë. Katerina, faleminderit shumë për gjendjen e stafit. Faleminderit shumë. Edhe qofshe freskë. Faleminderit shumë. Ta bëjmë një punë. Përshëndetje të gjithëve, mësuesit, mësusët, e klasave të pesta, të gjithë ju prindër që jeni shpëtranishëm këtu. Ndihem e nderuar që më dha fjala në emër të prindve, të falenderoj më pak fjalë pa e zgjatur shumë. Gjatë këtij rrugtimi të mrekullueshëm në shkollën fillore Loyola, ne si prind falenderojmë mësuesit që me punën, përkushtimin, dashurinë e tyre bën të pamundurën që fëmijët tanë të arrijnë këtu ku janë sot. Të ditur, të shkëlqyeshëm, të sjellshëm, të dallojnë të mirën nga e keqja, të kenë empati për njëri tjetrin, e mbi të gjitha ta duan njëri tjetrin ashtu siç janë pa paragjykime. Gjithashtu falenderojmë drejtoreshën, e cila është gjithmonë e gatshme për të diskutuar me ne, administratën me udhëzimet e tyre dhe në fund, por jo më pak të rëndësishëm, Gjagji Prenka, që ishte këtu për të siguruar që fëmijët të mbrinë në shkollë me kohë, dhe stafin tjetër që është kujtesur që fëmijët tanë të mësojnë në një ambient të pastër. Uroj që këta fëmijë nesër të na bëjnë ne si prind krenar, por edhe juve si shkollë, ku i morën hapat e parë të mësimit. Me të vërtet do të na mungoj ajo buzëqeshja dhe mikpritja e mëngjesit e dera e shkollës nga i gjithë stafi të shkollës Loyola. Edhe njëherë faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë. Atëherë, është momenti që mësuesët sigurisht do të thonë 2 fjalë, edhe pse e di që e kanë të vështirë. Jo pak e vështirë, por shumë e vështirë. Kam menduar dje pas festës aq shumë çka të them sot, por atëherë kur duhet fjalë të tikin. Por është një gjë që për 5 vite nxënësve të mi ja u kam thënë shpesh. Ju keni brenda vetës një dritë. Lejoni edhe për juve varet që ajo dritë çdo herë të shëndrit. Bëni që nga do që shkoni të bëni dritë. Ashtu si kurse yjet që shikojmë çdo natë në qiell që shkëlqejnë. Atëherë përshëndetje për gjithë dhe njerë. Besoni që emocionet janë shumë të sa që, si thamë mësuesjarit, më ka një komplet fjale që e kom paramendu me i thonë. Vetëm dashta me më falenderu gjithë prindrit e klasës 5AB, për bashkëpunimin që i kemi pasur gjatë këtyre 5 viteve, për besimin që i kemi pasur tek unë, edhe uroj gjithë mirat për nxënësit edhe uroj që t'i shoh sa u lartë me sukseset e tyre dhe të dëgjoj çdo herë fjalë të mira për ta. Faleminderit.
Përshëndetje. E unë për mos me vip fjallet, i kam shënu disa pikat shkurtra. Përshëndetje prindër, drejtoresh, kolege dhe kolege, e përshëndetjet më të veçanta për klasën time 5C. Sot dua të flas shkurt, se besoj kam thënë mjaftueshëm gjatë 5 viteve, si me nxënësit, ashtu dhe me ju prindër, sidomos te grupi, përshëndetje prindër, duke thënë gjithmonë diçka. Fillimisht, falenderoj drejtoreshën që ma besoi klasën 5C. Ndërsa sot, për ju prindër, shpreh falenderimet e mia për angazhimin dhe për kushtimin tuaj. Uroj të vazhdoni që të jeni mbështetësit dhe udhërrëfyesit e fëmijëve tuaj në çdo moment të jetës. E për ju, të dashur nxënësit e mi, do t'ju jap një detyrë shtëpie që duhet të bëhet çdo ditë nga ju. Kërkoj që të përherë të kërkoni dije e të zgjeroni horizontin tuaj, duke ruajtur edukatën si vlerën më të çmueshme që mund t'ju përfaqësoj. Shpresoj që ju të jeni gjithmonë të bekuar me zemër të dashur, me mendje të ndritur dhe me dëshirën më të madhe për të qenë verzioni më i mirë i vetvetes. Unë, si mësuesja juaj e parë, do të ruaj një vend për ju gjithmonë në zemrën time. Besoj në ju dhe pres me padurim të shoh dhe të dëgjoj sukseset e tuaja. Faleminderit shumë.